Ajo është frika për Allahu subhanahu wa ta'ala. E paraprim shpresën, nga sa dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e ka paraprim shpresën në Kur'an, dhe e paraprim që besimtarit këtë një lloj motivi që shpreson rahmetin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe tjetë ajo e cila mos shumëti anon të besimtarit jetë shpresës e sa frika për i Zotit Gjelle Gjelalu. Përfunduam definicionet, për kufizimet, shkallat e frikës për Allahu subhanahu wa ta'ala, rëndësia që ka kjo në librin e Allah dhe sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. E sot do të vazhdojmë, sikur që kemi zakonisht planin e ligjëratave dhe agjendën, që të flasim se si të bëhemi për njerëzve të cilat i kanë frikën Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndëruar vëllezër, të realizosh islamin dhe tauhidin dhe imanin në Allahun subhanahu wa ta'ala nuk është çështje muhabeti, llafe edhe bisede, e as ligjërate, por është jetë, është damar, është mish, është shpirt, është sakrificë, është vetë jeta të cilën e jeton besimtari. Andaj në baticat dhe zbaticat, në lehtësimet dhe vështirësitë e jetës, besimtari udhton me imanin e vet, me tauhidin dhe islamin e vet. Andaj njëra prej përbërjeve të këtij imani është edhe frika prej Zotit, frika prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk mund paramendohet një musliman që si tutet Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk mund paramendohet që një musliman ka mundësi të realizon fenë e Zotit pa ju tut Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga sa ajo e cila e shtyn dhe e nxit muslimanin që ta kryen farzin, që ta lën haramin, është frika për Zotin Gjelle Gjelalu. Para se të vazhdojmë në sebepët dhe rruga dhe mënyra se si arrihet që njeriu të bëhet prej atyre të cilët i kanë frikën Allahu Gjelle Gjelalu, me gjithse në sebebin e parë do të kemi shkarkimin e muslimanit nga çdo frikë tjetër përveç frikës për Allahu subhanahu wa ta'ala. Duhet të ndalim në një çështje e cila ka të bëjë vëllezër me shkarkimin e muslimanit nga adresat e gabuara. Çka i bie kjo vëllezër? Muslimani vëllezër duhet me jetu vetëm për hir të Zotit Gjelle Gjelalu. Kjo ka mundësi si cili prej neve e pretendon, por në jetën e vet ka mundësi nuk është ashtu. Besimtari vëllezër duhet shkarkohet nga animet, nga partizimet, nga grupacionet, nga grupacionet të cilat kanë mundësi mi azan atina të pamurit e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Muslimani vëllezër është i shkarkuar nga këtë këto. Muslimani e ka gajlën vetëm të Allahu Gjelle Gjelalu. Muslimani të intereson vetëm adresa islamit. Muslimani brengën, fillim e mbarim e ka ummetin e vetë, ummeti i cili përbëhet nga adresa e islamit, jo edhe përbërje tjera. Mu për këtë arsye vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i kishte edukuar sahabët e vet në medresën e parë më të mirë, për të cilën ka thënë gjenerata e jema, gjenerata më e mirë, nga se për çfarë arsye vëllezër, përveç që kanë jetuar me pejgamberin alaihi salatu wasallam, ata janë të shkarkuar nga çdo anim. Ata nuk e kanë ngajle kur të vjen e vërteta, kur të jetë diçka e drejtë, mi a thonë edhe babës vetë. Kur tjetë diçka e drejt, mi a thonë edhe e vladit vetë. Kur tjetë diçka e drejt, edhe e beson si të drejt, aja thot kujna, aja thot edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se aja ka mësu me jetu për të vërtetën. Shiko dhe zërë në marveshjen e Hudejbjes. Në marveshjen e Hudejbjes vjen Omer ibn Khattabi radiallahu an, dhe i drejtohet njerit më të mirë të tokës, Muhamedit alaihi salatu wassalam, të cilën e ka pas pejgamber dhe prijes. I thot: ja Rasulullah, si ka mundësi ti me shkrujt këtë marveshje, ndërkohë që këtu ka nënçmim për neve, ka nënçmim për besimtarët. E kështu me radhë, dhe kitë kjo dhe çfarë argumenton, pavarësisht se e kemi shpjeguar se si arsyetohet dhe se si shpjegohet kjo çka e ka bëu Omer Khattabi, por këtu çka vërej vëllezër, vërej shkarkimi i sahabëve nga çdo lloj animi. Nuk e ka ai në mendje se unë duhet me vepru në bazë të asaj se çka ma dikton mua grupi apo adresa. Ata e kanë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë vëllezër po e vuan ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ti e sheh se një musliman, si nuk e ka një musliman tjetër vetë se nuk ka një grupit vet. Ti e sheh një musliman i cili e shoh një musliman tjetër pa asnjë lloj frike për Zotit vetë se nuk ka një grupit vet. Dhe kjo vëllezër e bën çfarë? E bën që muslimani mos më jetu për Zot. Kjo s'është të jetu me për Allah. Muslimani vëllezër duhet me dash çdo musliman. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ummeti janë si një trup. Ummeti janë si një trup, s'ka thënë grupi jot, grupi jam. Ummeti, këtë muslimanët janë si një trup. Nëse
ankohet një pjesë e trupit, tada'a lahu sa'irul jasad, ke trupi qohet në kam, pse ati dhimt një gisht. Apo, dhe ti sot e sheh për shembull kur ka një vujtje, një pjesë e muslimanëve nuk qohet ke trupi në kam. Për çfarë arsye? Sepse e kanë ndarë trupin copa dhe mundohet gishti i vogël mu bë trup vetveti. E mundohet dora mu bë trup vetveti. Por s'bën ato vëzër. Dora duhet me inet kujna, mi u bë tabi trupit, mi u bë tabi kokës, mi u bë tabi këtë tërësisë së ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj ti e shasol vëzër se sa e vështirë është bë me jetu por hir të Zotit pastër, veç si musliman. Hap në vëzër Kur'anin në surën El-Hajj, ajeti ku Allahu subhanahu wa taala e përfundon surën El-Hajj. Allahu subhanahu wa taala në surën e 22 më radh, surja e Hajjit, e cila surja e mbledhjes këtë muslimanëve. Nga se muslimanëve nga 4 anët e botës, nga krejt sipërfaqja e tokës ku ka musliman, mblidhen në Hajj për ta bënë një adhurim të shkarkuar prej krejta nacionaliteteve dhe të ngarkuar vetëm me një adresë. Ajo është adresa e Islamit, ajo është adresa e imanit. Ati thuhet lebejk Allahumma lebejk, pavarësisht se pika vjen. A vjen pikine, a pe Europe, a pe Amerike, a pe Turqie, a pe Balkanit, ati e ki me thonë lebejk Allahumma lebejk. Tu përgjigjo Allah, kështu lebejk. Kretin i të thonë lebejk Allahumma lebejk. Kur ta vetë shka jetët kinez, ati e të thotë lebejk Allahumma lebejk. Qka jeti? A të Amerikan. Se ajo qka e ka bashku është lebejk, përgjigja ndaj Zotit Gjelle Gjelalu me adresën e Islamit. Shiko që ka thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Hajj, surja e 22 me radhë, ajeti 78, thotë Allahu te bareke wa taala: "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi", dhe luftoni në rrugt të Allahu Gjelle Wala me luftë të vërtetë. Me luftë të vërtetë. Huwa jtabakum, Allahu ju ka zgjedh juve, ju ka zgjedh si musliman, ju ka zgjedh si ummet, jo si grupe. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu: "Wa ma ja'ala alejkum vid dini min haraj", Allahu nuk e ka bo fejnë e juve të ranë. Në fejnë e juve s'ka kur gjaran. Muslimani falet me energji pozitive, falet me vullnet, me ndise e prit namazin. Muslimani e zëqatën e jep me knatësi, e agjëra Ramazanin me knatësi. Allah në mundësof me mri Ramazanin. Gjithashtu ban haqë me knatësi, krejt vebrat i ban me knatësi, harami me knatësi ele. Pse? Se Allahu t'ju ka përgjigjë. Nuk ka diçka që ka bom fejnë e juve prej vështisive. Millet e ebikum Ibrahime, ju jeni në fejnë e babës juve të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Vini dhe vezër tani kësaj pjesët ajetit. Kjo është adresa, kjo është thelbi, këtu duhet bu përmbajt muslimani. Dhe me këta mi mendu gjërat. E jo me thonë se njeriu nëse është me filan ngjyrën, apo me filan adresën, apo me filan grupin, pavarësisht a muslimane i tutët Allahit, a e do Allahin, sa është a i mirë. Për çfarë arsye? Se s'ta ka po ti qefena. Po shka nësë është i bom kabul të Allahu Gjelle Gjelalu? Shiko shka thëtë Allahu Gjelle Gjelalu: "Huwa semmakumul muslimine min qablu e fi hadha", Allahu ju ka qujt juve musliman. Musliman. Vëzër, lexoja ajeti 78-22 2.78. Nuk shkruan këtu pikaije, nuk shkruan çfarë gjuhë e fol, nuk shkruan se ti cilës adresi takon, nuk shkruan se ti ku thirrën cillin slogan, apo nuk shkruan se ti këtu çka e zë vetën a Firdausa Adn, ti nuk shkruan. Huwa semmakumul muslimin, juve ju ka qujt musliman. Dhe ti duhet mu të udhim muslimanin kin, duhet mu të udhim muslimanin Mali, duhet mu të udhim muslimanin Gaza, duhet mu të udhim sa jam musliman. Dhe ati dush mi udhim ti, edhe ati duhet mi udhim ti, nëse kini vujtje. Pse? Se je musliman. Se je musliman. Nëse jemi musliman, a nëse ne i shikojmë gjërat ndryshe, atëre s'kemi të bëjnë me shpjegimit kuranore. Allah dhët edhe më herët të pejgamberët e tjerë, edhe në Kur'an Allah ju ka qujt juve musliman. Për këtë arsye vëllezër, muslimani duhet me qenë i shkarkum nga të gjitha adresat e tjera, veç musliman. Ti ke dëshmuar shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslimani vëllezër është ai i cili është i lirë prej ti dhe dorës ti dhe të keqës ti këtë muslimant. E sot vëllezër, muslimant çfarë janë bë? Është, shiko, nëse ti e ban një koment për një muslimant se ka gabue, me njerë thonë, kjo është me tendencë. Nëse i thuja ka qëllue, qyshja ka qëllue i kur nuk ashtë i grupit që du të mi a qëllue, ti është për shemë dhe kjo ndohë dhe zërë. Kjo është që e ngarkon ummetin e Muhammedi sallallahu alaihi sallam në botën arabe dhe në botën tjetër jo arabe ku ka musliman. Ti e gjenë për shemë dhe zërë kur njerëzit gjenë energji
gjejnë energji, komplet mundin e japin për çfarë? Për me bëu tefsir disa gabime të një hoxhe të caktuar, për shembull të muslimanëve. Si për shembull Sayyid Qutbi rahimahullahu taala. Sikur ai i vetmi njeri në dunjë. I vetmi njeri në dunjë. Po çka nëse ka gabime? Thuaj këta e ka gabime dhe u kri muhabeti. Pse duhet me morë me personalitetin e tij? Pse duhet me morë me ardhmërinë e tij na? Pa nuk ka alim tjetër në dunjë që ka gabuar. A nuk ka në dunjë alim tjetër që ka gabuar? Mirë, po kjo është problemi vëllezër kur ti si shkarkum si musliman, për me thënë për shembull, ai që tu ja ka qëllu, që tu ka gabu. Ja marrim ku ja ka qëllu, ja lajm ku ja ka gabu, nëse do Zoti ja fal, nëse do nuk ja fal ajo robi Zotit sa robi jot. Ama të tillë në umet vëllezër gjithmonë ka pas. Edhe Ibn Hazmi është hoxhi muslimanëve dhe ka gabimet e veta. Edhe Ibn Jauzi është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Imam Newawi është hoxhi muslimanëve, edhe i ka gabimet e veta. Edhe Ibn Hajar al-Asqalani është hoxhi muslimanëve, ka gabimet e veta. Edhe Suyuti është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Ibn al-Haytami është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Imam Bayhaqi është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Edhe Abu Hasan al-Ash'ari është hoxhi muslimanëve, po i ka gabimet e veta. Po çka kiti me gabimet e tëne? Çka kiti me gabimet e tëne? Nëse je mujtahid, je studiues i fesë Allahu subhanahu wa taala me kushtet e veta, ka mundësi me thonë çto ka gabuar në rregull. Këtu e ka gabuar se mormi, mos e merr, se kur kush na këtu imponon me morr gabimin, por me qenë tendencioz, me qenë i anshëm dhe me e ranu umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, se ky domosdosh duhet me gabue dhe për të kënaqur pushtetet e caktuara dhe qeveritë e caktuara me e bë njeriu shigjet, kjo vëzër a ka të bëjë me muslimanin? A ka të bëjë me muslimanin? Vëzër, hoxhallarët e muslimanëve, imamët e muslimanëve, dietarët e muslimanëve e kanë peshën më të madhe se babajot, edhe nana jote. Nëse gabon diçka babajot, a del në televizor me kallzu baba jam unë për hir të Allahit pe kallzu gabimin. Jo, s'del. Pse s'del? Se thu tamam ka gabu, po ani gabim me kopo, s'ba me dal në televizor. S'ba me bë publike ata. E si ka mundësi vëzër me urujt babës dikujt në gabimi më shumë se sa një hoxhë? Do të më urujt ndër vëzër. Huwa sammakumul muslimin. A është prej muslimanëve? Po. Si ka mundësi vëzër me u cënu nderi? Dhe kitë kjo dhe çfarë argumenton? Se umeti e vuan mos jetën e pjesëmarrësve të këtij umeti veç për umet. Veç për umet. Andaj kur i kanë thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala se ti po anon nga ai apo ky, çfarë ka thonë? Jo. Unë sanoj as nga ky pushtet, as nga ai pushtet. Unë jam pjesë e këtij umeti. Unë jam pjesë e këtij umeti dhe çështu duhet me funksionuar vëzër besimtari. Andaj çdo analizë që e bën, çdo studim që e bën, çdo gjë që e lexon, çdo lajm që e përcjell në dunjë, këshire nga ana e Islamit, a o musliman që ki po, çka muj minimue? Cili o roli jam karqit si muslimani? Para se me këshirë ki me kana, se kjo me kana o vëzër është luks, s'ka të boje me fejën. Fejat ka obligu me dash muslimanin, me ja urrejt gabimin dhe mës me ja dash gabimin, dhe me i marë kret masat preventive për me largu për ati gabimi. Ama jo me bo buk ata, se helmo është. Jo me bo buk gabim. Të sën hap buk ushim me gabimet e huaja. E si bëhet kur këto gabime janë dy njerëzve të mëdhenj të cilët kanë dhënë kontributin e vet për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të shkarkohet me vëzër, duhet muslimani mu shkarkohe. Le ta shef atë që e shef hak thuje. Atë që e shef gabim thuje, sho gabim, pa ja cënu dikujt nderin, pa e bë dikan hor, pa e turprue, pa e marrue, sepse kjo nuk i ban umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dobi. Nxjerrë këta gjithmonë me familjarët e tu. A e nxjerë ti gabimin e fëmijës tanë publik? A e nxjerë ti gabimin e babës tanë publik? Jo. Po kur u baba jote e fëmija jote ma i ndërshëm se sa ulemat e muslimatëve? Zban besimtarëve zërë me lujt me nderët e njerëzve. Andaj huve se me kumul muslimin. Allah ju ka qujt juve musliman. Allah ju ka qujt juve musliman. Dhe duhet musliman dhe zërë me pas brengën e Zotit, brengën e sunetit për nga mberit alayhi salatu wassalam. Apo, kush e ka bo vëzër këtu met vla njëri tjetërin? Muhammed alayhi salatu wassalam. Atë që e ka bo Muhammed alayhi salatu wassalam, së në vend kur kush dunja me prish ata. Atë që Allahu që e ka qujt qëtë janë musliman, së në vend kur kush me e prish ata. Andaj besimtari, fillim e zhvillim e mbarim, i sheh punë veç me islam. Çka thot Zoti dhe çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai çka ja çollon, shpërblehet te Zoti xhelel xhelalu. Ai çka i gabon, kritikohet. Ai çka gabon, si mirët gabimi. Por se më ju përcaktue apo më bë pjesë e ushqimit
për të helmuna me ta, jo. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar nga muslimanët që të shkarkohen nga të gjitha frikat, të shkarkohen nga të gjitha animet dhe ta jetojnë çfarë? Ta jetojnë damarin e këtij umetit, le të dhimbet ky umet, le të dhimbet veç ky umet, pse është umet, se ka thënë shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah. Elusim Zotin e Madh që Allahu të na bën pjesëtar të umetit hak, na bën ndjekës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na bën Allahu subhanahu wa taala që mos të ushqehemi me gabimet e të tjerëve, sepse ata nuk na bojnë dobi te Allahu subhanahu wa taala. Friga prej Allahu xhel xhelal vezir është ajo e cila e nxit muslimanin me jetu fejen ashtu siç duhet. Nga se ne jemi të urdhëruar që të jetojmë dhe të frymojmë dhe të bëjmë çdo vepër të nxitur prej imanit. E ky iman nuk rri patut. Pa ju tut Allahit s'ka mundësi me funksionue. Si të bëhemi njerëz të se i tutemi Allahu subhanahu wa taala. Ka shumë metoda vëllezër, ka përmendur Ibn Qayyim el-Juzeyni një varg sebepësh, ne do t'i përmendim disa prej tyre sa na premton koha. E para prej tyre vëllezër, cila është shkarkimi dhe zbrazja e zemrës nga çdo frikë tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala dhe mbushja e kësaj zemre me frikë vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Ajo e cila quhet takhliya wa tahliya. Zbrazje dhe mbushje. Zbrazje dhe mbushje me diçka tjetër. S'ka mundësi vëllazër që njeriu të ketë frikën Allahut pastër nëse ja ka frikën e dikujt tjetër. Dhe vjen vëllazër, këtu frikë tjetër nuk është përse frika e natyrshme. Nuk është përse frika e natyrshme. Nga se frikat e natyrshme s'kan të bëjnë, po këtu ka të bëjnë me frikë hiniteti. Frikë e kudretit gajbi. Çka i bie kjo? Rinani më thot, unë i tutna qenve. Çka të bëj me këta? I tutët tigrit. S'ka problem. Madje ka raste për shembull ku njeriu vëzër ka mundësi paralizohet apo e ka fobi e madhe për ndonjë kafshë të madhe. E nuk kanë thënë ti as i tutesh Allahu subhanahu wa taala, jo. Kjo është diçka tjetër, apo ka njeriu që ka mundësi vëzër frigohet për injeksionit. Për injeksionit gjilpanës frigohet. E mi thonë për shembull mushrikia, jo. Kjo ka të bëjë me frikë natyrshme. Njeri ka mundësi me frigohet. A nëse i frigohet frikë hiniteti, frikë ku mendon se këtu ka hise në çfarë? Në fuqinë e jashtëzakonshme, e cila s'ka të bëjë me tigrit sulmon të kafshon, ariu sulmon të kafshon. Kjo s'ka të bëjë me këta. Cila është kjo frikë vëllazër? Ku ti frigohesh edhe ngajb. Ai so këtu ti tutosh. Apo dhe mendon se ai ka kudret që i ngjan kudretit Allahu subhanahu wa taala. Kjo është frika. Andaj duhet me u shkarku muslimani nga të gjitha frikat që kanë mundësi me ja mbush zemrën e vet gabimisht me e shkarkue, sikur këtë gotë vëllazër. Kjo nuk i zë shumë gjëra. Tash ka ujë, por me mush me diçka tjetër dush me espras, me mush me tjetër. Apo, e tani, si ka mundësi nëse një zemër frigohet për diçka tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, si me amush me frikën për Allahu xhelala, nuk zëven. Andaj thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, ajo frikë, ajo zemër e cila është e mbushme me haram, se do halallin. Ajo zemër e cila kënaqet me muzikë, se do Kur'anin. Ti do shloj Kur'anin, shloja muzikën kënaqet, se me çata është e musht. Andaj duhet t'i zbrazim zemrat tona nga gjithë shka tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj t'i mbushim me frikë prej Zotit madh xhelle xhelalu. Thot njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an, hadithin se ka transmetuar Imam Ibn Majah në sunenat e tina. Gjithashtu i njëjti transmetim është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma, të cilën e kanë thënë Imam Hakimi. Çfarë ka thënë vëllazër për këtë zbrazje dhe mbushje? Çfarë ka thënë? Ka thënë ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Vini edhe këtë transmetim është shumë e rëndësishme. Çfarë ka thënë? Ka thënë ne e mësuam imanin para se ta mësojmë Kur'anin. Thumma ta'allamna al-Qur'ana, pastaj e mësuam Kur'anin, fazdadna bihi imanan. E pastaj ne e shtuam imanin me këtë Kur'an. Kjo është baza se si njeriu e rregullon zemrën e vet. E mbush me iman. Megjithëse Kur'ani është pjesë e imanit. Apo, mirë po, zhytja në ajete kur'anore pa pas një bazë e cila e njeh se për kam bëhet fjalë. Por shembull vëllazër, njeriu ka mundësi me lexu Kur'anin komplet. Edhe nuk ndikohet as gjimse ndikimit, as zero ndikim. Për çfarë arsye vëllazër? Se dikush e ka thënë. Andaj mëson njerëz imanin. Këtë Kur'an vëllazër, pse shumica e njerëzve nuk ja ulëshin? Pse nuk ja ulëshin? Sa për njerëz vëllazër Kur'anin e kanë vetëm për statuse.
E gjeni status që aty, një status në Instagram, një në Telegram, një në Facebook, një në Twitter. Po dikimi o vëllezër, jeta me këtë Kur'an. Ne ende nuk mund me paramendu vëllezër ka kanë bë musliman të parë me Kur'an. Shpesh keni dëgjuar historinë nga sahabët e pejgamberit alayhis salam. Por pjesa e historisë së sahabëve të lidhur me Kur'anin është një pjesë që cilën shumë re musliman nuk e din. Sa për njerëz e din çka ka bë sahabia tan ditën me Kur'an. Çka ka bë? S'ka pas mundësi teori mi shkuë dita pa lexuar Kur'an. Apo është e vdektë ajo. Pa lexuar Kur'an është e vdektë ajo. Të jetuar pastaj janë krahasu kush më shumë. Edhe Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ka prin këtë aspekt. Një khatme natën e ka bë. Një khatme natën e ka bë. Ndyrë çate radhiyallahu anhu wa arda. 70.000 hatme i ka bë Ebu Hanife rahimahullah. 70.000 hatme. Dhe zakonisht vëzë njerëzit këtu kanë probleme nga se i krahasojnë bereqetet me kohën e sot. Do të kohën e sot lexojnë një hatme 70 vjet, 70.000 i ka bë në 60 vjet. Mirë, po këtu vëzë s'ka të bëje me kalkulimet e tona, ka të bëje me kalkulimet e imanit dhe bereqetet të atyre njerëzve. Vëzër, lidhja me Kur'an dhe mësimi këtij Kur'anit, pse nuk e lën gjurmën e vet tek neve? Se nuk e dim pika burrë. Nuk e dim pika burrë. Por këtë arsye vëzër, aq më i madh imani dhe friga prej Allahut subhanahu wa taala në zemër, aq më shumë edhe ajetin e merr serioz. Aq më shumë e merr serioz. E ty për shembull gjeni shumë rreth me njerëzve. Shiku kam ri Kur'ani vëzër. E merr njeriu, i del aty një Kur'an e hec. Po është muzika, mos ani një film, mos ani një kujt diçka. Edhe vetë çapo Kur'ani çto, veç hec. O shbo Kur'ani ajet për një like, o shbo për një share, runa Zot. Kur'ani vëzër është fjallë e Zotit Gjelle Gjelalu. Atë ditë që ka ngritet Kur'ani për dunjaja, shkatërrohet dunjaja. Sikur që ka thënë Ibni Abbas radhiyallahu an, atë ditë që qabja më nuk kanë e prish ai njeriu të cilën ka paralajmëruar pejgamberi sa të aprish për Abisinis, atëherë nuk Allah e shkatërron dunjaja. Por këta si vëzër, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Ne mësonin imanin para se ta mësojmë Kur'anin. Do të mësoni kush është ky Zot i cili më flet mua. Me ditë vëzër, kush është ky Zot? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mëson të njerëzve Zotin e Madh Xhelel Xhelalu. Andaj tha atij bedeviut, e të dërim Allah, a e diti kush është Allahu subhanahu wa taala? A di Zotin e Madh kush është? Kur flet Zoti, çish duhet mi marr urdhat prej tina. Pastaj e mësonim Kur'anin. E kur të ketë iman, atëherë toka o pjellore, bjen shiu, vjen dielli edhe zefara. Aman tokë jo pjellore, sa dush ajete që, sa dush i që, sa dush nxerën verë, nuk rroko dhe zë. Kur është dishka shterp, jo pjellorës, nuk zë. Për me zanë du të më kanë pjellore, për me zanë du të më kanë shiu, uj, vaditja, ujitja, du të me kanë fara e mirë, du të me kanë toka e mirë. Keto më jaboj zmetin, edhe në fund të jabë fritin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot, e shtonim imanin me Kur'an. E shtonim imanin me Kur'an. Mu për këtë asyju dhe zër, shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam kishin zemra të përgaditura, të ba me hazër për me e lexu Kur'an dhe me mësue. Andaj ti i gjimë se ata kishin reagime të çuditshme, të se atë sot logaritën dhe zër që jashtë zakonshme, që njëri ju dhe zër me reagun qatë formë. Pitutës madhe për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti shef se si ata sikur që ka thënë Abdullah ibn Omer radiallahu anhuma, thot sahabit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, si ti rrotullonin kur vjen në haram? Si ti rrotullonin? I thonte Abdullah ibn Omeri, djalit vet Abdurrahmanit, kur ta dëgjosh fjalën e pejgamberit sallam, mbyllë. Kur ta dëgjosh fjalën e pejgamberit sallam, mos bëmo polemika, mos bëmo muhabet, se e ka prej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje. Mu për këtë arsye vëllezër, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që i bashkuan Allahu subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Në surën Sajde, ajeti 24 thot Allahu te bareke wa taala, prej mesin e tyre thot Allahu subhanahu wa taala, kemi bër imam. Allahu ka bër imam pejgamber, ka bër imam sahabe, ka bër imam njerëzi të sa të prinë në çështjen e Allahut subhanahu wa taala. Yahduna bi amrina, ata udhzojnë me urdhrat tona. Ata e dinë se kur dhënë një urdhër prej Allahut subhanahu wa taala është i madh. Lamma sabaru, kur bënin sabër, pasi që kishin duruar,
dhe në ajetet e Zotit kishin bindje. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja për çështjen e zbrazjes dhe mbushjes së zemrës së besimtarit. Thot, besimtari duhet që të bën hijret me zemrën e vet nga dashuria e dikujt tjetër përveç Allahut në dashurinë e Allahut. E ka një libër të shkruar Er-Risalet Tabukiyya, dhe ka një libër tjetër të shkruar At-Tariqul Hijratain, rruga e dy hijreteve. Çish duhet muslimani me bë hijret? Jo në kuptimin edhe fizik, po kuptimin zemror njëherë. Njëherë zemrën e çon te Allahu, pastaj edhe trupi shkon i bëhet tabi zemrës. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, besimtari duhet me marr zemrën e vet dhe me zbraz nga çdo dashuri tjetër përveç Allahut, dhe me e mush me dashnitë Allahut subhanahu wa taala. Duhet ta zbraz zemrën e vet nga çdo robëri përveç Allahut dhe ta mbush me robëritë e Zotit. Atë çka folëm më herët, të qenurit i lirë nga të gjitha adresat, të qenurit i lirë nga të gjitha animet dhe grupacionet, të jetosh veç ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Edhe nëse ja prish dostit tanë, edhe nëse ja prish babës tanë, nëse ja prish nanës tanë, nëse ja prish evladit tanë, se kështu ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Çka do të besuarit? Mirë po, t'ja bash rrafsh dostave tu, t'ja bash rrafsh kolegëve tu, t'ja bash rrafsh atij të këtë cilit ti ke interes, dhe pastaj kapësh për kimën e dikujna i cili është hasmi jot, ku s'ka të bëjë me Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Këtu ka vetëm qëru me hesape të luktheve të njerëzve. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ta zbraz zemrën nga friga pi dikujt tjetër përveç Allahut, e ta mbush ata me tutje pi Allahit. Pra mos ti tutesh kërkujt përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe ti tutesh vetëm Allahut subhanahu wa taala, sikur që thot Allahu xhel xelalu, wa iyaya fattaqun. Vetëm prej meje tutuni, veç për Allahu subhanahu wa taala keni frikë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, robi duhet që ta shkarkon zemrën e vet nga lutja e dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, duke i lutur vetëm Zotin e Madh xhel xelalu. Gjithashtu thot robi e ka obligim që ta zbraz zemrën e vet nga nënshmimi dhe përkulja para kujt do tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe përkulja e plot para Zotit xhel xelalu. Dhe kjo është gjithmonë njëra me tjetrën, paralel shkojnë. Në kundërtën, e ki këta, se ki këta. Ose, sa ke dhanë piksaj, ke marë piksaj. Sa ke mush në zemrën tane përkullet, për dikant jetë përveç Allahut, qatë ka morë për përkullis për Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot wa hadha bi ajnihi ma'na al-firari ilej. Kjo i bije se ajo çka Allahu subhanahu wa taala e ka përmend në Kur'an në surën Dhariyat, fafirru ila Allah. Ikni drejt Allahut. Ikni drejt Allahut subhanahu wa taala. Thot wa at-tauhid al-matlub min al-'abd huwa al-firar min Allah. Thot tauhidi të cilin Allahu e kërkon prej robit është të ikë te Allahu. Të ikë te Allahu. Mos të kesh stre dhe mos të shkon ndërmend në çdo problem tanin, i pari që ka me qëkon dërmen në rjetjet Allahu subhanahu wa ta'ala. Në çdo sprovë që ka e kije, në çdo të lashe me të cilën balafaqosh, a i pari që ka me qëkon dërmen, cili është huwal awwal wal akhir. I pari du të me kanë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe i fundit du të me kanë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj meri se bepat, s'ka problem. Ama i pari që ka qëkon dërmen, se tash e jam zor, du të me kanë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu për këtë asyjo dhe zër, shumica e ulemave e kanë komentuar se gjëja e parë e cila duhet bëhet të robi në çështjen e mbushjes së zemrës me frikë për Allahu subhanahu wa taala është të zbrazët një herë zemra nga çdo tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj kanë thënë disa prej ulemave se frika e pakt argumenton për mërzinë e pakt. Por ose kur njëri si ka tut Allahit, pse ka gale? Kjo ka argumentin se ka gale. As nuk e njeh Zotin, as nuk mëson për Zotin, as nuk e ka gale për haramet e Allahut subhanahu wa taala, as nuk e ka gale sa i ka qu farzën vend e kështu me radhë. Mu për këtë arsye vëllezër besimtari duhet ta zbraz mirë zemrën e vet dhe të pastaj ta mbush mirë me ata çka e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, cila vëllezër, prej sebebeve që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala është edhe meditimi dhe mësimi me vrojtim i Kur'anit. Nuk ka mundësi vëllezër ummeti mu rregullu dhe mu përmirësu pa Kur'an. Derisa angazhimi, fillim e mbarim tjetë Kur'ani, muslimani s'ka mundësi më përmirësuhet.
Mi po ki Kur'an dhe kjo angazhim me këtë Kur'an, jo në kuptimin se njerëzit plot mendojnë se janë të angazhuar me Kur'an, por realisht ata nuk janë të angazhuar me Kur'an. Ata nuk janë të angazhuar me Kur'an. Na më shumë kena angazhim me a imponu e tjerëve që s'pe morin vesh Kur'anin se sa na që punojmë me Kur'anin. Apo ne më shumë na intereson me ja prish dikujt shtëpinë se me ndrejt tonën. Kjo është problemi i madh. Kjo është problemi i madh i umetit. Ma shumë thot, ani, unë s'kam shtëpi, ama kam ja prish atina. O vëzër, Muhammed s.a.s. ka ndrejt shtëpi, ka ndrejt Mekkën dhe Medinën, ka bohe shtetin e muslimanve, shtetin e fejes së Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu për këtë arsye, o vëzër, besimtari duhet njerë me ndrejt shtëpinë e vetë, pastaj me e prish një shtëpi që nuk qëndron në shtyllat islamin. Jo na me thonë, në një mes kena shtëpi, umeti vëzër, ku e ka shtëpijën tash? Umeti më nësa ma ka shtëpi. Jo, qka ka dobi që ja prishe dikuj në shpijën? Zara se këtë armisht i ki mujtë, po ti për vetë më rëski shpi. Ku është i kryet? Por këtë asë jo vëzër, Muhammed a.s. u a kishtë ndrejq muslimanëve shtëpin, pastaj shpijat e këqia i ka prish rënë më rënë. Ama jo ti mu angazhue me këtë Kur'an, me e prish të njërës, ta prishim batilin. Po për e mëse e prish batilin, a i bi kjo që e ki të vërtetën me veti? A ki shpiti për veti? Andaj mos jetë vëzër njëherë shkatrimi para ndërtimi. Ndërtojnë një shpjen tane, regulojnë një shpjen tane, forcoj kom të tua, pastaj vjen edhe radha me aprish dikuj tjetër shpjen. Hamana imi të angazhum, mi ka dhu dikuj tjetër sa në gjenem li, para se me ditë se ku jemi na. A i ti gjenet li? Wallahi vëzër, njeri ju me pas dekret pizotit që janë gjenet li, pikzimit madh nuk i kishin interesu ku janë të shkuqert. Ha? Pikzimit madh. Pikzimit madh vëzër, ju kish dhimt pse dikush sën ka i që të kuhina une. Njeri ju vëzër, me pas një vull pe Allahu subhanahu wa ta'ala, që ti e gjenet li, me emër me mbe emër. Wallahi pikzimit madh ju kishin dhimt edhe armiq të cilët s'kan hin këtë islam me e shiue qa qka e ka shiue muslimani. Këta vëzër nuk i në të thonë, e thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Hapen Kur'an surën 36, surën të cilën na zakonisht fatkeqësisht ja lexojmë dekmive, surën Yasin. Ajo është për gjallët. Ajo është për gjallën nëse Allahu tregon për pejgamber. Hape surën e 36 në Kur'an, Mushaf, që ta tregon vëzër se besimtari duhet me jetu me Kur'an, e jo vetëm me e te kalue atë si diçka e cila bëhet vetëm për mezhlise, seminare apo gjërat e cilat besimtarët e përdorin Kur'anin për çështjet e veta. Shikoj vëzër, Allahu subhanahu wa taala çfarë na tregon në surën Yasin për një njeri i cili e ka përgëzuar Allahu se i gjenet li. Shiko, në surën Yasin, surja 36 në Kur'an, nga ajeti 20, thot Allahu te bareke ve teala, "Wa ja'a min aqsa al-madinati rajul." Allahu xhelal i ka dërguar 3 pejgamber me një popull. Besoni Allahut, besoni Allahut, besoni Allahut, besoni neve. Krejt i kanë refuzu. Allahu thot, "Wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun." Ardh nga qoshim qytetit një njeri, se ka përmen emrin. Dhe shumë interesant vëzër, se në haqin e lam të mirës të pejgamberit sallallahu alaihi sallam kanë morë pjesë 100.000 sahabe, o rivajeti ma i pakt 114.000 sahabe, 120.000 sahabe kanë morë pjesë në haqin e lam të mirës. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ka një libër al-Isabe, ku i ka përmen këtë sahabët e mundshëm që ka na i dina, këtë sahabët. Numri ma i madh që ka ardhë sa sahabëve jaudina emnin, sa është? 120.000 janë konë në qabe, në haqë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani thot, maksimumi i emrave me rivajetet daif, me të fort, janë 8.000. Veç 8.000 sahabë ju dijen emrat. E kur janë ato 100.000, 110.000 tjerë, 112.000 tjerë, në basë të transmitimin 120.000, nuk i dim që kanë emrat. Bazat e sahabë do konë, s'ka pas merak me njoft kërkush. A dhe ata shka janë njoft, s'kan pas merak me njoft. Imam Ahmedin kër ja ka njës me njoft njerëzit, ka thonë pasha Allahin, në sabaj aksham kam qef me dek. Ka thonë pëse të ki qef me dek? Ka thonë se jam sprovu me këtë punën me të njoft njerëzit. Ka thonë vallaj kisha pas shef në qosht Mekës që ati dikun tjetoj, e të ma mora Allah i shpirtin. Pse o vezër, sot njerëzit thonë, habe pak, banëve që ti, një lajkëve, bëni shareve, haleve për pak. Jeton, i und, vun,
A nuk e di sa janë sprove Zotit xhel xhelal? Sprove është Allahu subhanahu wa taala. Shikoj se çka thot Allahu xhel wala. Erdh pin çështë qytetit një njeri. Yes'a tu vrapua. Ja qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ka thon o ju njerëz, o populli jam. Shkoni mas pejgamberëve. Shkoni mas pejgamberëve. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shkoni mas këtyre të cilat nuk lypin për juve kur gjë jashta që t'jeni të udhëzuar. Të udhëzoheni sepse janë vetë të udhëzuar. Thot Allahu xhallahu ala wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ka thon ky njeri, pse unë mos ta adhuroj Allahun xhallahu xhelalu, i cili më ka krijuar dhe te Allahu kthehemi. Pastaj attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a. Ka thon, si ka mundsi ta adhuroj dikant tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, zota të rrejshëm, kur Allahu Rahmani me dash, me mgodit, me nizarar, kur kush sën më largon këta me ndërmjetësimin e vet. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala wala yunqidhun, dhe ka thon ky njeri, së në më shpëton kur kush pi Zoti xhel xhelalu. Andaj thot Tahir ibn Ashur rahimahullah, thot prej argumenteve të Zotit tok dhe prej meritave se ai meriton të adhurohet është se ai e ka ndor jetën dhe vdekjen. A dhe ka thon subhanalladhi qahara al-ibada bil maut. Ka thon i madh është Allahu dhe i lartë, ai i cili ka mposh robët e vet me vdekje. Kur kush ta merr shpirtin për vetë Zotit, mos andaj mos u tut. Shpirti ta merr vetë Zoti xhel xhelalu. Wallahi billahi njerzit kalojnë na për luftra. Edhe prap nëse ka shkruajt Zoti mos më marr shpirtin, s'ja merr. Prap nëse shikoni rast në Gaza, i burgost me gjykim 2000 vjet. 12 vjet i ka jetu dhe ka ik. Dhe ka shpëtu Allahu subhanahu wa taala. Ku ta shkruaj Allahu me jetu kot janë gjykimet e njerëzve. Ti noje sa dush letra ti 5000, 4000 vet ka menet kin burr. Allah e ka shkruajt me jetuaj. Andaj do të jeton. Por këtë si vëllezër, shikoj çka thon. Vetë Zoti më mshton. Andaj pse ta adhurojmë dikant tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë atëra unë kisha humbur rrugën. Inni idha la fi dalalin mubin. Do të kisha humbur rrugën. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Atëra ka thënë unë kam besuar Zotit juve, andaj më dëgjoni. Qila. Këtë njerë e kanë myt. Se ka thirrë te pejgamber. Dhe shikoni masje e ka përgzu Zoti me xhenet, çfarë ky gëzim i madh me xhenet çka i ka bëu këtij njerit. Amazor xhenetlia, a dini se ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xhenetlian? A dini se ka thënë muslimi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, a doni me di çfarë zemra ka xhenetlia? Ka thënë zemra e xhenetlia është si zemra e zogit. As do mi bë dam kërkujna, as do mi bë sharr kërkujna, as do mi bë as një telash, as do mi bë kërkujna. Apo nëse shkon te dega me nejt, apo nuk ta ranon as degën. I lehtë, ka thënë Imam Nevawi, ka përgjithësim sa shumë i lehtë, i padamshëm. Apo nëse shkon ti me dëmtu largohet, ec udhën e vet. Shikoj vëzër, Allah e ka përshkruajtur me xhenet. Allah na bëj xhenet livi ya rabbul alamin. Wallahi kjo dunja e vëzër është veç bela e sprov. Edhe vetëm raskapitje, vetëm lodhje. E besimtarëve vëzër mos më kanë islami, mos më kanë imani, mos më kanë deri dhe morali dhe familja. Por çka jeton këtë dunja vëzër? Për me dëgju të shame për dita, për me të ofendu njerëzit për dita, për me të kallëzu njerëzit duke i zbraz helmet edhe zilit e veta për dita. Atër i shkon vdekja me dashë vëzër se sa jeta mos me kanë një grumbull gjërat të cilat Allahu subhanahu wa taala e gëzon robin me ta. Qila dukhulil janna. Allahu ja thot ne i tham atij hyn xhenet. Allah na bëf nasib. Çka ka menu ki Allah masi u ka bo xhenet li? Çka ka menu për sta njerëz që e kanë mbyt? Edhe ki u ka bo xhenet li. Qala ya layta qaumi ya'lamun. O miri populli jam me kon me dit kukumione. Çfarë shpërblimi më ka dhënë Zoti i Madh subhanahu wa taala. Mu kanë ato mos kishin bërë çështu të kishin hyrë Islam. Ya layta qaumi ya'lamun. O mirët këta të cilët nuk po dinë se sa gabim kanë bërë. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Ka thënë Allah më ka ndëru dhe më ka lartësue dhe më ka bëu xhenet live. Allah na bëf nasib ya rabbul alamin. Dhe njëti ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se thot Ibn Hazmi rahimahullah, nuk ka cilësi
të mirë çka e ka pas një pejgamber. Mos flasim për njerëzit më thjesht, vetëm se një pjesë asaj i ka ndodhur edhe Muhamedit alayhis salam. S'ka dëni të mirë vetë se Muhamedi sa me ka pa. S'ka dëni sprov që dikush e ka pas për pejgamberve vetë se Muhamedi sa me ka pas. Për këtë arsye është khatemen nebiyin, vula e pejgamberve. Sa ajo i kompletuam i krejtëve. Ajo është më i përsosur i njerëzve. Kur ka shkuar në Taif, e njëjta i ka ndodhur. E kanë gjujt me gurzi. Çka ka ndodhur vëzër? I kanë mbledh paria, i kanë mbledh do çment. Budall. Edhe i kanë thonë, shtash ka me kapërcin një njëri, apo edhe gjuni me guri jo. Sigur që plot për njerëzve ndodh vëzër, çka i çojnë thë makineria e komenteve, apo këto mizat e komentuesve, ku ti nuk presin një hadith me nxjerr, apo një fjalë të një ulemave me nxjerr, apo një fjalë një dietarit me nxjerr, apo një qëndrim për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pas. Mini herë shlohen mizat. Ha. Mini herë shlohen mizat. Mizat ku i çelin ka 3-4 akonta për me të komentuar. Kjo vëzë se ata thamë fillim nuk janë shkarkuar për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mu për këtë arsye vëzër i thanë gjujin e këtë njeri me gurzi. Dhe e gjakosën dhe derisa thot Aisha radhiyallahu anha e kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, a ma shumë ki vujt në Uhud? A ka dëni vujtje tjetër që ki pas më të madhe? Ka thonë po Aisha, ti se din Taif çka më ka ndodhur mua. Mi kanë shlu budallat me më gjujt me guri. Mi kanë shlu budallat dhe zër. Jetojmë në kohë shumë të vështirë, e cila i ngjason kohës me se askush nuk i afrohet Muhamedit alayhis salam. Edhe mas ju ka gjakos, thot atë shumë e humba këndjelljen, kthjellmën, saqë u alivanosha prapu kthjellsha. Edhe u majsha në përkodra. Kjo i ka ndodhur Muhamedit alayhis salam. Derisa i ka ardhur meleku i kodrave, bashkë me Xhibrail alayhis salam. Ka thonë ki selam për Zotit. A ti bajna bashkë të di kodrat, ti zajna këto kitë mes. Kale la, i jo tha. Ja lejte qaumi ya'lamun, jo tha. Inshallah Zoti xhelle xhelalu shpresoj që nga fara e këtyre njerëzve zullumçar, nga kurrizi këtyre, me nxjerr një popull i cili ka me dëshmu la ilaha illallah. Dhe Allah e ka bot Taifin musliman. Dhe sot pim Taif bëhet umre. Dhe Taifi jo musliman. Dhe pe asaj kohë. Unë për këtë arsye dhe zër, zemra e xhenetlijës është të zbras për këtë gjërave tjera jashtë Allahut dhe atë shka e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari duhet ta mediton Kur'anin Allahu subhanahu wa taala që na ka urdhëruar Zoti i Madh te bareke ve teala. Në lavdratën e njerëzve që meditojnë në fjalët e Zotit, në surën Al-Anfal ajeti 2, thot Allahu subhanahu wa taala innamul mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Thot Allahu subhanahu wa taala besimtar. E fjala innama është gjithashtu nda djetarat tufidul hasr. Kjo lidhësja innema, kjo shpesh vetëm Kur'an dhe kush e ka mësuar tajvidin e di, e lexon me theks të shtrëngimit. Innema. Çka është kjo innema? Inni është vërtetim, maja është muhim. Ku të bëhen bashk është çfarë? Veç që ta janë çështu. Çka po flasna? Çka thot Allahu xhelalu ala? Besimtar të vërtet. Pra veç këta janë çështu besimtar që duhet. Janë ata të cilët kur u përmendet Allahu u dridhet zemra. Kur u përmendet Allahu u dridhet zemra. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu. Edhe kur t'ju lexohen ajetet e Zotit, i shtohet imani. I shtohet imani. Dhe kjo vëzër mundesh me e provu të vetvetja jote. A dridhet zemra në emrin e Zotit a nuk dridhet? Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. A dridhet zemra kur përmendet Allahu subhanahu wa taala, apo runa Zot emri Allahu te na është bën një emër i zakonshëm. Allah e ki bëtë, Allah ka thonë ka Allah është bërë emër i zakonshëm, jo emër i përvetshëm, jo emër i madh. Me thonë Allahu subhanahu wa taala, Zoti i gjithësijës, Rabbul Alamini, është Zoti jonë, e ne ka kriju neve, ne jemi rob të atina. Emri Zotit o vëzër emër i madh. Allah thotë sebbih isma rabbike, madhnoja emrin e Zotit tanë. Ti shka thunë se ishte edhe në ruku? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. E madhnon emrin e Zotit tanë. Andaj kur të përmenet Allah du të më të shtu imani, thotë Allahu subhanahu wa taala, dhe mbështetën vetëm të Zoti i tëre. Gjithashtu vëzër, Allahu xhelle xhelalu kur i ka përshkruar besimtarët e sot i bindën vetëm Allahut subhanahu wa taala, surën Maryam ajeti 58, thotë Allahu xhelle xhelalu idha tutla alaihim
ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Thot Allahu subhanahu wa taala, kur ju lexohen ajetet e Rahmanit besimtarëve apo pejgamberëve që shkojnë transmetime edhe komente, kharru sujjadan, bin sejdë, wa bukiya, dhe qajnë për hir të Zotit subhanahu wa taala. Gjithashtu vëzër, prej gjërave të cilat kanë ardhur te çështja e Kur'anit është edhe një hadith të cilin e transmeton Ibn Abbasi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot qala Abu Bakr radhiyallahu an, ka thënë Abu Bakr radhiyallahu an, ya Rasulullah, o i dërguari i Allahut, qad shibta, ka thënë o i dërguari i Allahut, je thin, je zbardh. Dhe vini re vëzër këti kujdesi të veçantë që ka pasur Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja ka përcjell edhe kimët e mjekës dhe flokës. Ka thënë qad shibta ya Rasulullah, je thin ya Rasulullah. Fa qal, atëri ka këthi pejgamberi alayhi salatu wassalam, shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, më ka thënë, më ka zbardh mjekrën surja Hud, surja 19 në Kur'an, e cila vëzër ka sjell aty prej kërcënimeve kuranore dhe prej përfundimeve të zullumçarëve që nuk ka asnjë sure. Allahu jan, lexoj surën Hud të shtëpia. Lexoj çdo sure që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, më kanë thënë këtë sure. Se tu i lexu këtë sure, më kanë thënë prej lajmeve të rana, sikur që do të vim, se njëra prej gjërave të cilat e shton frikën të robit, cila kur e merr një lajm. O vëzër, thot Ibn Jauzi, njëri me morr një lajm se i ka ndru jetën një familjar, këtë cenat i prishën qatë ditë. Këtë leje më ka me morr lajm të ranë, ka vdek dikush. Thot, këtë bajat i banë. Para me në, thot, sahabët kër e kanë lexu lajmin kuranor, se që ki njeri me qëto cilësi hinë xhenem, dhe ka përfituru vetën, ki lajmja ka prish këtë ditën atin. Said ibn Jubair u ka qu natën, midis natës u ka qu, e ka trishtu dhe nanën vetë, ka thënë o birë, shumë e po qosh natën, ka thënë ojna, po më kujtohet be xhenemi. E kur pe di që muj me hi aty, s'po bona rahat, po më kujtu filan ajeti, më kujtu e filan hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ma ka thin, pra më ka zbardh thinjat në mjegrën surja Hud dhe surja Al-Waqi'a, kiameti, kur ndodhe kiameti. Shiko vëzër, njerëzit sot jetojnë krejt kundërtën e asaj që ka e thëtë Kur'ani. As që i mirët që ka më bo kiamet, as që i mirët që ka ditë gjikimi, as që i mirët që kena me dalë para Zotit, as që i mirët që kena me dalë para peshorës, kena mu matë, ka me në nëzirë gjithë dvogre dhe të madhe. Andaj liberalizmi është këtë e kundër të asaj që ka thëtë Allahu subhanahu wa taala. Të thojnë, kena me bo mirë këtu veç kena me bo mirë, apo, paladar dhe rrejnat. Allahu gjithë e ka malku vëzër këtë botë. A mundet me ja hek dikush këtë malkim? A mundet me ja hek dikush këtë malkim? Së mundet dhe zë. Nëse që këtë telefon ta blokon firma pja gjesh, ka e ka kryuë, që e ka prodhuë këta, o ti mësanina veç për plastik më nëshme përdor këta, për kur gjatë tjetër. O dhe zë, aji cilë e ka kryu dunjajen, aja e ka malkuë. A mundet dikush me ja hek këtë malkim? Dhe thonë, jo, na kena me bot gjennet. Bus bon. Andaj pranoj, qështu që shash? Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, e malku me dunjaja, dhe në qka ka në ta, përveç qka ka lidhe me Zotin. Allah në bo për atyre së të kanë lidhe me Zotin e madhë subhanahu wa ta'ala. Lezore surën Al-Waqi'a, e cila të bje kiametin parasive, e cila të nëzirë kiametin parasive. Lezore surën Al-Mursalat, ka thënë alayhi salatu wassalam, edhe surja Mursalat, surja Al-Mursalat, dhe surja Amma yatasaalun anin naba'il azim. Thëtë Allahu gjë, qka janë të bo muhabbet arabët për lajmin e madh, për kiametin, e të bëbë këtë muhabet, pasaj ka vazhdu Allahu gjë me të reguhe deri në fund. Dhe pasaj ka thënë edhe surja wa idha shamsu kuwirat, kur diellit të mbështillet, komplet diellin vëzën e merë Allahu gjë dhe mbështill, dhe fillon edhe e ban kiametin. Allah në rujt nga ju ditë e madhe, Allah në rujt nga gjunat se ti kena bo për Zotin, para Zotit të madhe të bare kjo e tjela. A në ditë vëzër, kitë që të muhabetet shumit se muhabeteve tona kena me pas që gabime kena po. Shumit se angazhimeve tona ka me dalat ditë që gabime ke pas. O, kitë gabime angazhue. Apo, a e keni ba vëzër njerëzit thonë, njeri ka nimi probleme, tamam ta roke një smuj, kitë nimi probleme t'i ban një problem.
E atë ditë në kiamet, këtë problemet të njerëzimit, miliarda njerëz kanë më bëvesh një problem. Cila është ajo? O Allah, mos na shtin xhenem. Kretë që të problemet që ka ti zmadhon, se dunjaja e do probleme, o gjo së bimrina pun do gjo, kur së bimrina në biti dunjaja. O i kina zmadhon a gjorat, se njeri jo dhe zëri zmadhon gjorat, se dunjaja e madhe në zemra tona dhe të mojë janë në pun të dunjajës. Ata që ka dunjane kanë posë të vogël, pun të dunjajës, janë kanë të vogële, e kanë vetë një bedewi. Bedewi janë njës endacak që jetojnë për shkretina. I ka bo mbi 120 vetë, edhe kanë shku do njës me vetë, se 120 vjetë me jetu pas muje, pa probleme, ka një mënirë tjetës si e ka jetu e. Edhe i kanë thanë, që që ki bon 120 vjetë këtë dunja? Nëse umeti Muhammed a.s. nuk e ka mesatarë 120. Në më një jashtë raset të jashtëzakonshme. Ka thanë, që ki bon 120 vjetë këtë dunja? Ka thanë, shumë thjesht. Ja, shumë thjesht. Veç me 2 regula e kom jetë që jetën. Veç me 2 regula, jetë 3, veç me 2. Ka thanë, ka të që 2 regula. Çfarë 2 regula? Ka thënë kur se kum lodh kryen me punë të vogla. Regula parë. Me punë të vogla smirna. Çka diçka e emt, çka s'ka vlerë, çka s'ka çmim, s'ja vlen me lodh kryen për ta. Ka thënë kur se kum angazhu trunin me ta, se kum marr nga zemrës. Ka thënë regula e ditë. Regula e parë më e men. Mos u angazhohem me gjërat e emta që s'kan peshë. Ka thënë regula e ditë. Ka thënë kërejt që ka të baje me dunjajnë dhe qefët e kësaj bota e vogël, e imt. Dhe që shiko, shumicat e njerëzve, për çka angazhohen? Psa i stresat? Psa i në depresion? Psa i ngarkum? Mi thamë për shumë të njërit, abe shumë kanë ngarkue, a thot, po bese tanë natën pranë një transmitim të Bukharius së në lidhë me të muslimit. Jo, bëllo, se ka këtë gajlaj. Një ajet e përlezu surën Ali Imran, ama mësanin në surën Hud nuk mëshë, se ka këtë gajlaj. Qëfar ka gajle? Pasuri, bot, dunja. Andë shiko dhe zër, njerëzit e thjesht e kanë jetu me regula thjeshta. Mos u mirë me punët, mos i jep punëve dvogla qmim, edhe ta di se punët e dunjajës janë dvogla. Punë e madhe dhe zër është puna me Zotin, punë e madhe Kur'ani, punë e madhe imani, punë e madhe nderi, punë e madhe ftira, punë e madhe është jeta me Islam, punë e madhe që shkina me vdekë, Allah na mësot me iman, ja Rabbal Alamin. Që to punë janë të mëdha, gjërat tjera janë gjërat vogla. Shkojnë njerëzit vdesin dhe për ditë dhe kur kush nuk ja u ban, o ja ban muhabetin. A dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se ajo e cila ma ka bërë mjekrën e bardhë është çfarë? Është ky varg surësh. Thot El Munawi në komentin e këtij hadithi, thot kanë thënë dietarët se cili ka qenë sebebi që këto sure e kanë zbardh mjekrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë thënë ndoshta sebeb që në këto sure ka prej friksimit të ashpër dhe kërcënimit të fuqishëm, me gjithë se janë të shkurtra, por goditjet i kanë të forta. Pra nga lajmet e këtyre sureve, nga lajmet e këtyre sureve të cilat përmbajnë në vetveten e vet lajmet e zullumçarëve dhe kafirave dhe pabesimtarëve, të cilat Allahu i ka shkatruar gjenerat pas gjenerate, në të cilat i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Thot Imam Ibn Gjeriri, dietar i shquar i muslimanëve, thot në çështjen e meditimit dhe ndikimit të këtij Kur'ani në zemrat e besimtarëve, thot inni a'jabu mimman qara'a al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu kayfa yaltadhu bi qira'atihi. Ka thënë Ibn Gjerir at-Tabari, thot unë çuditem, unë nuk mund ta kuptoj se si ka mundësi dikush i cili e lexon Kur'anin dhe nuk e din kuptimin çka po thot Zoti i Madh subhanahu wa taala, si ka mundësi mu kënaq me këtë Kur'an. A vëzër, kjo është thirrje për çdo musliman që të mundohet ta lexon Kur'anin, po të mundohet ta kupton. Ta kupton se kuptimi e qëllimi. Nëse ti ta jap dikush një letër, dhe ta ka thënë për shembull kinezisht, po ka të bëjë me ty ajo, ka të bëjë me ty, me çështjen tënde diçka, ka të bëjë me jetën tënde. A mundet më kanë qëllimi dërguesit letrës? Ani, pse se mërdash, a në ta lexoje? Së mundet më kanë këtë qëllimi. Sepse ty thu, po, unë e lexova, po së mora vesh kur gjash ka më thonë. Qëllimi i Kur'anit dhe zër, thot që i khullisam vëtë e mje, së mundet më kanë me e botë të gjvit harfin, kur ti se ki morë vesh fjallën. Dhe zër, Allahu gja 114 sure
mbi 6.000 ajete. A mundet me kanë qëllimi i Zotit me na i dërgu këtë Kur'an, vula e librave me vullën e pejgamberëve, edhe me thonë qëllimi, ani pse se morin vesh të ta lexojnë ato. S'mund të bëj qëllimi. Qëllimi i Kur'anit është që ne ti marrim mesazhet e Zotit. Kur ta lexosh një kërcënim kuranor, nalo. Kur ta lexosh një premtim kuranor, nalo lutë Allah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur bante namaz natë, çfarë bante? Nëse kalonte pranë xhenetit, thotë o Allah bana më piçtyve. O Allah bana më piçtyve. Nëse kalonte nga banorët e zjarrit, thotë o Allah largon piçtyve. Largon banorët e zjarrit. Kjo është ndikimi i Allahut. A do të Imam Ibn Jarir al-Tabari, unë çudit na thotë, çish mundet një njeri i cili lexon Kur'anin, se kupton çka po thot, edhe kënaqet. Edhe janin shihen, s'ka mundsi. Andaj sicili tash është e diçme se s'mundën na ke vëzër me u bë dietar dhe ulema dhe me mësue gjuhën e Kur'anit, qase ajo do angazhim, ajo do përkushtim. Mirë po, me përkthime të shumta, me parafrime të shumta, me ligjërata të shumta, vëzër besimtari ka mundësi me u afro kuptimit. Një sure me morë vëzër me lexue disa herë në gjuhën shka e kupton, e pastaj me morë dhe me gjuhën që shka zbitë e anës Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe me shiju ata, me shlue në dëgjim Kur'anin dhe një recitus të mirë që lexon Kur'anin mirë me tajwid, si Abdul Basit, si Husari, si Minshawi, apo ka plot të mirë. I po këto janë ata të cilat kryesojnë në listë, edhe me e përcjell me përkthim. Jo më bo hoq, me thonë, që e kushia jam këtu, e pa që kish me një gjenem. Jo kështu, por vetën tane me lexue, por më knash ti me Zotin tanë, por ti me rregullu vetën tane. Jo me gjitha ti kushit e kolegë e dostat, jo, vetën tane me e gjithë. Më për këtë arsye thot Imam Ibn Jarir al-Tabari, thot unë çudit na çysh dikush e lexon Kur'anin, nuk e kupton çka ka thënë Allahu subhanahu wa taala, edhe si knaqet me ta. Këtu është vëzëllaj dallimi thelbësor se sahabët së janë ndapi këti Kur'ani, ana e në ndam. Njani pineve vëzër së mban sabër me bo me unal vifia, copa bëhat, abe shloma, ala bukën, shkon restorani dhët, shloma një vifia, më zani be ma bukën. Së në rej qkicht, së në rej offline. Për çka? E ka mund që kur kush të thirë, kur kush ka, ani dhët, ledhëm. Së në rina pa internet, së në rin pa 4G, pa 5G, pa lidhje. Si ka mund që vëzër kjo zemën me nejtë, offline, e këput, e shkëput, e loth, duke mos e lezu librin Allahu subhanahu wa taala. Ana vëzër, e dyta prej rrugëve që na bëjnë prej njerëzve që i tutmi Allahu subhanahu wa taala është t'ja lexojnë fjalët atina, me fjalët e Zotit. A e dini vëzër? Këta kemi përmendur shpesh, dhe ka përmendur Sheikhu Samdemia dhe më këta përfundojna. Kreç ka të shifsh në dunja, kreç çtu shka shë, këtë të krijuar. Këtë është e krijuar. Dunjaja, qilla, toka, uji, ti, gjithçka është e krijuar me përjashtim të fjalëve të Zotit. Këto janë të krijuar vëzër. Jo materiale, këta e ka prodhuar fabrika. Jo, as fleta, as ngjyra, po fjala Allahu subhanahu. Kur thuaj ti thu elhamdulillahi rabbil alamin, kjo nuk është e krijuar. Allahu e ka thënë. Allahu xhela ka thënë këta. Ar-Rahman ar-Rahim. Allahu e ka thënë xhella xhelalu. Mu për këtë arsye vëzër, s'ka mundësi që robit i tutët Allahit s'ja një lafët, s'ja një fjallë, s'ja një fjallit, s'ja disurët. Andaj të lexojmë Kur'an, të mësojmë Kur'anin, të përpiqemi ta kuptojmë që ka thënë, në mënyrë që kjo të ndikon në zemrat e tona, e pastaj të tutemi autorit të kësaj fjale. Ajo është Rabbul Alamini, Zoti i botrave. Pastaj do të vazhdojmë me lenin Allahu subhanahu wa taala të përmendim edhe disa sebebe, edhe disa mënyra se si duhet besimtari t'i tutet Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala zemrat tona t'i mbush me devotshmëri, Allahu t'i mbush me frikë prej Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu të na ban që zemrat tona të mbushen me Kur'an, ta lexojnë Kur'anin, ta meditojnë Kur'anin, ta dojnë Kur'anin, t'ja përcjellin evlatëve Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu të ndihmon muslimanët kudo që janë, sidomos vezit ton të cilët janë në hjeka e gazepe e vështirësi. Allahu t'ju ndihmon, Allahu t'ja zbet rahmetin. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu ta ndihmon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa agresorët e zullumçarët të cilët bëjnë zullum në tokë, Allahu ndërmjet vetë i shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah.